Kanadaja po përgatitet të ulë pritshmëritë për një marrëveshje të shpejtë tregtare me Shtetet e Bashkuara dhe Meksikën, ndërsa afrohet afati i rëndësishëm i një korrikut për rishikimin e paktit Kusma. Negociatorja kryesore e tregtisë, Janice Charette, deklaroi se kjo datë nuk duhet parë si një kufi përfundimtar, por më shumë si një pikë kontrolli në procesin e negociatave. Ajo theksoi se marrëdhëniet tregtare mes vendeve nuk do të përcaktohen vetëm nga ky afat. Marrëveshja Kusma, e negociuar fillimisht gjatë mandatit të parë të presidentit amerikan Donald Trump, është në proces rishikimi të detyrueshëm këtë vit. Sipas tekstit të saj, vendet duhet të sinjalizojnë deri më një korrik nëse do ta rinovojnë apo jo marrëveshjen, por procesi mund të zgjasë deri në 10 vite. Charette u shpreh se diçka çështje mund të zgjidhen deri në këtë datë, por është e pritshme që negociatat të vazhdojnë edhe më tej. Sipas saj, prioritet duhet të jetë arritja e një marrëveshjeje të plotë dhe të qëndrueshme dhe jo një zgjidhje e nxituar. Edhe përfaqësuesi amerikan për tregtinë, Jameson Greer, ka pranuar se jo të gjitha çështjet do të mund të zgjidhen deri në korrik. Megjithatë, ai është shprehur optimist për progresin e bërë deri tani. Ndërkohë, SBA dhe Meksika pritet të zhvillojnë një raund zyrtar negociatash në fund të majit, ndërsa ende nuk është caktuar një datë për nisjen e negociatave formale mes Kanadas dhe SBA-s. Zyrtarët kanadez theksojnë se bisedimet janë në vazhdim dhe se një marrëveshje do të arrihet vetëm kur kushtet të jenë të drejta dhe të favorshme për vendin. Në një klim ekonomike globale të pasigurt, këto negociata janë vendimtare për të ardhmen e tregtisë në Amerikën e Veriut dhe për stabilitetin ekonomik të rajonit.